Buri sheqenin duke mbushur një qese plerash, pothuajse ndalon zemra kur shikon brenda. Ethan kish kaluar 2 herë pranë të njëjtës qese plerash, gjithmonë e ruajtur nga një qenë ndacak i tërbuar. Natën e tretë, shqetësimi e troqi mbrapsh me një elektrik dore. Qesja ishte ende e lidhur, duke lëshuar një erë të lehtë. Duart e tij dridheshin ndërsa ai e zgjidhte nyjen, duke u përgatitur për më të keqen. Pastaj një zhurmë brishte erdhi nga brenda. Diçka i andali zemrën. Filloi një mbrëmje të martë. Ethan po ecte për në shtëpi nga puna, duke marrë shkurtesën e tij të zakonshme përmes një rrugice të ngushtë midis 2 ndërtesave të vjetra. Shiu ishte i pamëshirshëm, duke goditur trotuarin dhe duke i larguar xhaketën. Ai e mbajti kokën ulur, i përqendruar në kthimin në shtëpi. Atëherë e pa atë, një qenë ndacak me baltë dhe i lagur, duke zbaritur diçka nëpër trotuar. Ethan ngadalsoi hapin. Qeni kishte një qese të zezë plerash të shtrënguar në nofullat e tij, duke e tërhequr atë drejt murit të rrugicës. Qesja ishte e lidhur fort, duke u fryrë pak në fund. Qeni lëvizi me urgjencë, pothuajse me dëshpërim, duke e shtypur qesen pas murit me tulla, sikur të përpiqej ta mbronte nga shiu. Takimi i parë. Ethan u ndal për një moment. Skena ishte e çuditshme, por shiu po binte shumë fort. Ai kishte ftohtë dhe ishte i raskapitur. Ai e bindi veten se nuk kishte asgjë dhe vazhdoi të ecte. Vetëm një kërkim ushqimi, asgjë e pazakont në këtë. Por diçka në imazh i mbeti në mendje. Mënyra se si lëvizte qeni, mënyra se si e shikonte qesen. Kishte diçka pothuajse njerëzore në sjelljen e tij, diçka mbrojtëse. Mbrëmjen tjetër, Ethan ndoqi të hinte në rrugë për në shtëpi. Shiu kishte pushuar, por rrugica ishte ende e lagësht, pellgje që reflektonin në dritat e zbekta të rrugës. Qesja e plerave ishte ende aty, ende e lidhur, ende e shtypur në të njëjtin mur. Dhe qeni ishte ende aty gjithashtu. Këtë herë, qeni nuk po e tërhiqte çantën. Ai po ecte rreth saj në radhë të ngushtë, duke mos u larguar kur më shumë se disa metra larg. Kur Ethan ju afrua, qeni ngriu. Ai ktheu kokën ngadalë dhe ja nguli syt. Një ftohtësi e përshkoi. Qeni e mbajti shikimin për atë që ju duk si një përjetësi, pastaj pa prit mas u zhduk në ije. Nata e dytë, Ethan qëndroi aty, i utuar. Pse ishte larguar qeni? Pse i kishte parë ashtu? Dhe pse ajo çantë qëndronte ende aty, e pa prekur? Ai bëri një hap drejt saj, pastaj u ndal. Një nyj u formua në stomakun e tij. Po sikur të kishte diçka të tmerrshme brenda, diçka të rrezikshme, diçka të paligjshme. Mendja e tij vrapoi në përmundësi, secila më herët se e para. Ai tundi kokën dhe u largua, nuk ishte problemi i tij. Por edhe kur ia tha vetes këtë, dyshimi e brente. Atë natë, Ethan nuk mund të qetësoj. Ai ul në divan duke parë televizorin, pa e parë vërtet. Mendja e tij vazhdonte të shkonte përsëri në rrugicë, te çanta, te qeni. Pse të ruante një qese me mbeturina? Pse të ecte dhe ta shikonte? Pse të vraponte vetëm pasi dikush tregonte interes? Ai u përpoq të flinte, por sa herë që mbyllte syt, shihte fytyrën e qenit, të dëshpëruar, duke i u lutur. Në mëngjes, ai ishte i raskapitur, nata pa gjumë. Në punë, ai ishte i shpërqendruar dhe i irritueshëm. Kolegu i tij e pyeti nëse ishte mirë. Ai gënjeu dhe tha po. Por ndjenja ishte rritur, shqetësim, faj, përgjegjësi. Në mbrëmjen e tretë, Ethan i kishte vendosur. Zbulimi. Ai mori një elektrik dore dhe u kthye në rrugicë. Shiu kishte filluar përsëri, i lehtë por i vazhdueshëm. Zemra i rikte fort ndërsa i afroi çantës. Ajo ishte ende aty. Stoku i tij u trazua, duart i dridheshin, ai ul pranë saj. Rrezja elektriku të tij depërtonte në errësirë çdo pjesë e tij bërtiti. Largohu, thirr dikë tjetër, mos e hap. Por gishta e tij tashmë po e zgjisnin nyjen. Era goditje e para, e thardhë dhe rënd. Ai mbylli gojën duke luftuar dëshirën për të ndalur. Pastaj e dëgjoi një rënkim të lehtë, mezi aty, por i pagabueshëm. Fryma e u zënë në fyt,
e hapi qesen dhe ndriçoi dritën brenda, duke lyrë të vegjël i angull në syt, të lagur, duke u dridhur, të eshtur përveç disa ngulqimeve të buta të frymarrjes. Instinkti e pushtoi, ai nxori jashtë butësisht, duke e mbajtur afër. Një lekje pas tij e bëri të kthej. Qenia ndacak qëndronte vetëm disa metra larg. Sytë e saj nuk ishin më të egër, vetëm të lodhur dhe plot shpresë. Ajo nuk ishte një mbledhëse thesaresh, ajo ishte një nën. Ajo i kishte ruajtur ata, duke pritur që dikush të ndihmonte. Një fillim i ri. Ethan i çoi Këlyshën në shtëpi dhe pas një momenti hezitimi, qeni nën i ndoqi. Ai i thau Këlyshën me peshqir, ndërsa nëna shikonte, duke tundur bishtin lehtë, shpresa duke u kthyer në jetë. Atë natë, Ethan ul pranë tyre në dysheme, ndërsa ata flinin. Ai e quajti nënën Maja. Këlyshët u bën shpresë dhe shans. Më vonë, ndërsa apartamenti ra në eshtje, Ethan i hapi ditarin e tij dhe shkroi një fjali. Ndonjëherë, gjërat që kemi frikë janë gjërat që bota na dërgon për t'i dashur përsëri. Dhe ti, çfarë do të kishe bërë nëse do ta kishe parë atë qen duke ruajtur çantën?